Takim sot është pritur për shkak të situatës dhe parashikimeve nga institucionet shtetërore të specializuara. Për sa i përket situatës të motit, Shqipëria do përfshihet nga një front atmosferik i ulët, me rreshje me intensitet të lartë dhe me shpejtësi të lartë ere gjithashtu. Pritet që kjo situatë të nisë në orët e vona të natës sonte, por nga ora 1 e mbrëmjes, pra ose në të gdhirë të datës 18, do kemi një agravim të situatës i cili nis nga veriu. Duke nisur nga veriu dhe më pas përhapet në verilindje, ne kemi të dhënat të cilat vinë edhe nga korporata elektroenergjetike shqiptare, që ka analizuar të gjithë situatën sigurisht për arsye të mbushjes së basenit edhe të gjitha volumeve që do kemi dhe që do na duhet që të elaborojnë. Për këtë arsye ju bëjmë dije se duhet nisur nga data 11 nëntor, korporata elektroenergjetike shqiptare ka filluar që të ulë nivelet në basenin e Komanit dhe basenin e Vallt të Tejës për të krijuar volume të lira për gjithçka që do vinë nga prurjet anësore të prenjve, që është e pjesa më e rrezikshme për sa i përket këtyre prurjeve. Situata parashikohet që të ketë intensitet të lartë në zonën veriore dhe verilindore në rreshje, që kalojnë mbi 30 mm, në ndërkohë që edhe kozjatja e tyre në lokacionin që sapo përmenda do të jetë pothuajse 48 orë.